Dita botërore e diversitetit kulturor. Përshëndetje të gjithëve. Sot është Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor. Diversiteti kulturor paraqet një burim të çmueshëm dhe unik në të gjithë shoqërinë, ku kultivimi i solidaritetit përbën atë që quhet paqe dhe krijon kushtet më të mira të jetesës. 21 maj është dita kur festohet dhe reflektohet mbi vlerat e diversitetit dhe të jetuarit së bashku. Në këtë ditë, synoj që të rritet ndërgjegjësimi në mbar botën për rëndësinë e dialogut ndërkulturor, diversitetit si edhe përfshirjes. Ka një komunitet botror të individëve të përkushtuar për të mbështetur diversitetin me gjeste reale dhe çdo ditë, për të luftuar polarizimin dhe stereotipet, për të përmirësuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin ndërmjet njerëzve nga kultura të ndryshme. Të kemi fe të ndryshme, gjuhë të ndryshme, edhe lëkura jo nuk mund të jetë e njëjtë, ama ne i përkasim një race. Diversiteti ka të bëjë me të mësuarit nga të tjerë që nuk janë të njëjtë, për dinjitetin dhe respektin për të gjithë dhe krijimin e mjediseve që inkurajojnë mësimin nga të tjerët. Ne mund të kemi fe të ndryshme, gjuhë të ndryshme, lëkura me ngjyra të ndryshme, por të gjithë i përkasim një rase njerëzore. Njësia e qenieve njerëzore është fija themelore etike që na mban së bashku. Ne të gjithë duhet të dimë se diversiteti krijon një shoqatë të pasur, dhe duhet të kuptojmë se të gjitha temat e shoqatave janë të barabarta në vlerë pa marrë parasysh ngjyrën e tyre. Voilà les 5 doigts là. Ils sont pas égaux. C'est comme ça. À chacun ses caractères, à chacun sa connaissance, à chacun sa possibilité de faire et sa capacité. C'est ce qui fait que je suis différent des autres. Ce que je donnerais comme message aux gens de la planète, c'est de comprendre que nous sommes une seule famille. Et les 5 continents ne sont que les 5 doigts d'une seule main. Të drejtat kulturore janë pjesë integrale të drejtave të njerëzit, të cilat janë universale, të pandashme dhe të ndërvarura. Kjo ditë ofron një mundësi për të thelluar kuptimin e vlerave të këtij diversiteti dhe të koncepteve të mosdiskriminimit, ndërkohë që disa nga pikat kyçe të diversitetit janë respektimi të drejtave të njerëzit, promovimi i dialogut ndërkulturor, lufta kundër racizmit, veprimtaria në mbrojtje të pakicave kombëtare, qasje kulturore ndaj HIV/AIDS e tjerë. Dita botërore e diversitetit kulturor, lënda, letërsi, punuan Eda Jashari dhe Shajs Kuka, pranoi Ermila Erebara, fund.